Prokurorisë vetë i vjen turp për argumentat e veta kundër zotit Selimi. Nëse vetë prokuroria nuk është e bindur për argumentat e veta kundër zotit Selimi, si mund t'ju bindju? Prokuroria me argumentet dhe pretendimet e veta në përgjigje të argumenteve tona tha vetëm disa pika diskrete që ne i kemi trajtuar shumë më parë. Ta themi troç. Prokurorisë vetë i vjen turp për argumentat e veta kundër zotit Selimi. Nuk mund të dilet në asnjë përfundim tjetër si nga parashtrimet të SHN-s apo dosja e tyre me shkrim. Nëse vetë prokuroria nuk është e bindur për argumentat e veta kundër zotit Selimi, si mund t'ju bindju? Sidoqoftë, dua të trajtoj disa nga këto pika diskrete që burojnë nga parashtrimet e prokurorisë, jo sepse mendojmë se kanë vlerë për argumentet e prokurorisë, por sepse cënojnë vlerat themelore dhe tregojnë ankësi ligjore në argumentat e tyre. Së pari, pavarësisht parashtrimeve të hollësishme që kemi bërë për çdo aspekt të elementit të ndërmarrjes kriminale të përbashkët, që nga anëtarësia e pretenduar, objektiva në thelb, mjetet e pretenduara përmes të cilave realizohet ky objektiv, e vetmja gjë që tha prokuroria është që provat lidhur me ngjarjet e përmendura në komunikata gjenden në poshtë shënimin 6206 të prokurorisë. Por në fakt, ky poshtë-shënim thjesht përsërit pretendime në komunikata dhe nuk e evidenton asnjë provë që të mbështes këto pretendime, apo që këto ngjarje të ndodhur në të vërtetë. Kjo nuk është provë bazë, por është thjesht përsëritje e pretendimeve në komunikata. Pa aftësia e prokurorisë për të bërë dallimin mes pretendimeve dhe provave është aq shqetësuese në këtë fazë të procesit gjyqësor, saqë është edhe befasuese. Por madje edhe pa aftësia për të trajtuar pikat e tjera që janë ngritur në lidhje me NKP-n, theksojnë mungesën e qartësisë dhe besimit që ka vetë prokuroria në argumentat e veta. In response to Për t'ju përgjigjur parashtrimeve të shumta që janë bërë në lidhje me irrelevancën e frazës luftë speciale, prokuroria në vijat të përgjithshme thotë që ky i akuzuar e ka përdorur këtë term dhe ju referua një fjalim të zotit Fjalimi kur ka marrë pjesë në ngjarjen e parë publike të UÇK-s në nëntor të 97-s. Por kjo frazë nuk është përdorur as pak nga zoti Selimi gjatë fjalimit dhe nuk është evidentuar asnjë rast ku ai ta ketë përmendur konkretisht këtë frazë. Të gjitha dokumentet e tjera që ka cituar prokuroria në gjykat në lidhje me këtë koncept kanë kaq shumë ankësi provuese sa që trupi gjykues nuk duhet të bazohet kurrësesi mbi to.